Ushtria amerikane eliminoi 16 anije iraniane që vendosnin mina pranë ngushticës së Hormuzit të martën, tha komanda qendrore SBA-s në një deklaratë. Ndërkohë presidenti Donald Trump paralajmëroi se çdo minë vendosur në ngushticë nga Irani duhet të hiqet menjëherë. Trump më parë tha se SBA-t kishin shkatëruar plotësisht 10 anije jo aktive për vendosjen e minave. Trump shkroi në Truth Social se nëse Irani ka vendosur ndonjë minë në ngushticën e Hormuzit dhe nuk kemi raportime se ata e kanë bërë, ne duam që ato të hiqen menjëherë. Ai tha se nëse Teherani nuk e bën këtë, do të përballet me pasoja ushtarake pa dhënë detaje. Trump tha gjithashtu se SBA-t po përdorin të njëjtën teknologji si ajo që lufton trafikantët e drogës për të eliminuar përgjithmonë çdo varg ose anije që përpiqet të minojë ngushticën e Hormuzit. Pentagoni tha më herë të martën se po godiste anijet iraniane që vendosin mina dhe objektet e magazinimit të minave. Lufta SBA-Izrael kundër Iranit tashmë ka ndaluar në mënyrë efektive dërgesat përmes ngushticës së Hormuzit përgjatë